6 zyrtarë të mbrojtjes së afërt e rrethuan kryeministrin Nadetyr Albin Kurti, derisa ai doli nga ndërkesa e Kuvendit të Kosovës për të regjistruar si deputet. Ndërkohë, gazetarët po e ndiqnin nga pas, lideri i vetëvendosjes po ikte përgjigjes në një pyetje. Ai ka numrat për formimin e qeverisë. Deputetët e televizijës vetëvendosje të njëjtën kanë nisur regjistrimin në Kuvendin e Kosovës. Kurti ishte ndër të parët që kriju një proces të tillë për të ikur shpejt drejt objektit të qeverisë. Si që tashmë në pamjet e publikuara në media, Kurti refuzoi të përgjigjet në pyetje se ai ka votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Njëjtë, kryeministri Nadetyr veproi edhe të mërkurëm gjatë vizitës së tij në Koshare, atje ku pyet edhe për refuzimin që ja bëri kryetari i Ligës Demokratike të Kosovës Lumira Bigjiku për takimin konsultativ. Ndërkohë, një deputet i zgjedhur i vetëvendosjes po pretendon se i ka numrat Agim Bahtiri, refuzoi të tregonte se për kë apo për cilën parti bëhet fjalë. Mendoj se po, përgjigj shkurt ai. Numrat janë të deputetëve 61 më shumë. Do të bëhet me deputet të Republikës së Kosovës, tha i bindur Bahtiri. Pak ditë më parë, numri 2 lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjofca bëri me dije se qeveria e re nuk mund të formohet pa bërë koalicion me ndonjërin prej partive opozitare. Pas takimit, që kishte me përfaqësuesit e partive politike në cilësinë e ish kryetarit të Kuvendit, Konjofca theksoi se kjo parti në zgjedhjet e nënshkurtit nuk e ka arritur synimin e saj. Vetëvendosja ka pas pozicionin transparent gjatë zgjedhjeve. Kemi thënë se qëllimi ka qenë dhe vazhdu një qeveri siç e kemi, mundësisht pa partitë e tjera opozitare, pastaj merr rezultatin e zgjedhjeve edhe sheh që nuk e ke mbërrit atë qëllim. Kjo është demokracia, e ke pas një qëllim dhe nuk e ke mbërrit atë, e pastaj e modifikon rrugës, s'është mëkat kjo demokracia, vendos një qëllim. Nuk e kemi arritur, si kemi arritur qëllimet dhe tash jemi në skenarin B, është rasti më normal i mundshëm, ka thënë ai. Madje ish parlamentari e theksoi qartë se nuk i duket e mundur që vetëvendosja ta formojë qeverinë e vetme. Kemi thënë, qëllimi është të bëjmë të vetëm qeverinë. A është e mundshme kjo? Mua nuk po më duket e mundshme, tha Konjofca.